Mirë se vini miq në Kohë Reale, nisim fakt javën bashkë, do kemi mundësi që të ndalemi pak në një ngjarje e cila duket se ka dëmtuar jo vetëm Elbasanin, ka shqetësuar banorët, po ka çuar përpara drejtësisë edhe disa persona. Të huaj 9 prej tyre, të cilët janë korean, do kemi mundësi të kuptojmë çfarë ka shkaktuar dy fabrikat e ferrokromit në Elbasan, të cilat kanë bërë djegje masive të lëndëve të cilat nuk lejohen në fakt ose duhet që të monitorohen nga ekspertët përkatëse. Çështja është duhet kuptojmë pak më shumë cilat janë dëmet e shkaktuara dhe kur flas për dëme janë dëme ambientale, janë dëme edhe në jetë njerëzish dhe në cilësinë e jetesës së tyre. Her pas here Elbasani ka patur probleme, nuk është hera e parë, por në fakt një çështje e cila hetohet prej kohësh dhe tashmë policia ka hyrë me forcë për të parë brenda këtyre ambienteve se çfarë prodigjej ka ndodhur edhe arrestimi i tyre. 13 milion lek të reja apo 130 milion lek të vjetra janë gjobitur dy institucionet, pra dy ato fabrikat të cilat kanë shkaktuar këto lloj problemesh dhe bëhet fjalë për CC Alb dhe gjithashtu për GSA Ferrokrom. Do kemi mundësinë që të ndalemi këtu, po ndërkohë nga ana tjetër do të kuptojmë pak edhe se çfarë ndodh me vendet e zhvilluara dhe për sa i përket pedofilëve. Her pas here e diskutuar kjo, Italia ka marrë një vendim, po gjithashtu si Gjermania, si vendet skandinave, si Polonia për kastrimin kimik. Duket se e marrë tashmë ky vendim i sjell edhe në realitetin ton i mbështetur edhe nga një pjesë e madhe. A mund të jetë kastrimi kimik gjithashtu një alternativë që mund vinë në Shqipëri për ata të cilët janë pedofil edhe që arrestohen për pedofili? Do ta diskutojmë në pjesën e dytë këto dhe jo vetëm, në fakt, direkt pas siglës për t'ju sqaruar. Mirë, vim në Kohë Reale miq, vim për diskutuar pak çfarë do të ketë në pjesën e fundit, do t'i dedikohemi festivalit deri në momentin që do të keni mundësinë edhe ju që të shihoni gjitha performancat. Në pjesën e fundit do të kemi një lidhje me Thrix, me vajzat të cilat garojnë në grup në këtë festival të 64, i cili do të na mbajë përpara me datë 17, 18, 19 dhe 20 kur do të jetë nata finale. Për ata të cilët do të shkojnë, do të konkurrojnë për të marrë trofeun e këtij festivali dhe më pas do të na përfaqësojnë edhe në Eurosong. Ndërkohë nga ana tjetër do të jetë mirëpritur edhe Shela Axhiraj me Zemra e Tokës, gjithashtu një këngë tjetër që do të kandidojë dhe do të konkurrojë në këtë festival. Për te bisedave në lidhje me sigurisht në lidhje me artin, do të kuptoj pak se çfarë ka ndodhur me Kronin, me vajzën e vogël, cilin e kam patur në studio, madje performanca e saj në studio u bë dhe virale dhe shkaktoi dhe interes të madh. Kroni ka qenë në Junior Eurosong, ajo ka patur performancën e saj dhe ka marrë pozicionin e 6, pra e votuar nga të gjithë si këngëtarja, si artistja që ka marrë pozicionin e 6, goxha vota ka mbledhur Kroni, do të jetë për të treguar pak më shumë për sa i përket edhe performancës së saj në Gjorgji. Do të flasim pak edhe për një vajzë tjetër e cila nuk ka do të mundësin që të jetë si Kroni duke unë gjitur në një sken apo ka sfidat e saj të përditshme. Por ajo do të sjellë një model frymëzimi, një model i cili do të na tregoj pak ne më shumë se si përballen fëmijët të cilët kanë aftësi të kufizuara. Ka patur 23 operacione. Historia e saj nuk është një histori e lehtë, por ajo e ka gjetur forcën për të ardhur sot edhe së bashku me nënën e saj dhe për të na treguar, po edhe për ta ballafaquar pak se cilat janë sfidat që përballen gjithmonë të rinjt me aftësi të kufizuara, problematika her pas here në këtë vend që aspiron që të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Do ndalemi te kastrimi kimik, siç po ju thoya edhe pak më parë. Kastrimi kimik është një vendim i cili është marrë tashmë në Itali. Duket se ka ulur në 40% në 5% krimet ndaj fëmijëve, 1% e cila është e reduktuar goxha lart, por e ardhur në realitetin ton, a është e mundur kjo? Do të kemi një panel i cili do diskutoj patjetër pro dhe kundër kastrimit kimik ndaj pedofilëve dhe për të hapur programin me ngjarjen e këtij krimi ekonomik, këtij krimi mjedisor. Krimi mjedisor, po mbi të gjitha në fakt është një krim shëndetësor, është një krim në të gjitha sferat, pra shkon përtej
vetëm një krimi mjedisor. Janë parë që në ambientet e 2 fabrikave të ferrokromit në Shqipëri, në Elbasanin i cili ka vuajtur gjithë jetën pikërisht për sa i përket ndotjes dhe luftës madhe për të pastruar edhe për qenë një qytet lehtësisht jetueshëm, kanë dalë edhe këto pamje. Pamje të cilat kanë qenë absolutisht të tmerrshme, për cilët banorët kanë folur, aktivistët kanë reaguar, janë ashpërsuar dhe kanë kërkuar që të ketë edhe drejtësi, ndërkohë që janë arrestuar 9 persona të huaj, edhe koreani administratori, por çfarë do të ndodhë për kësaj, edhe me personin i cili ka qenë përgjegjës për sa i përket mbrojtjes mjedisore në Bashkinë e Elbasanit, i cili është arrestuar si shefi mjedisit në këtë bashki, Ismail Dybeli. Megjithatë, ka një gjobë për 130.000 eurosh, po e përmbledh kështu, do ta diskutoj pak me të ftuarit. Kam ambientalistin Xhemal Madon, profesor, mirë se vjen, kënaqësi që të kam. Do të kem gjithashtu Ervin Karanxhën, avokatin Ervin, mirë se vjen, kënaqësi që të kam për diskutuar pak për hapësirën ligjore, në fakt çfarë do të ndodhë konkretisht me ata të cilët kanë shkaktuar këto dëme. Dhe do ta nis në fakt me Aldon. Do ta nis me Aldo Kozarën, me që e kam në këto momente në lidhje. Aldo, më trego pak më shumë çfarë ka ndodhur konkretisht me këto 2 fabrika të ferrokromit, si është situata në Elbasan, çfarë kanë thënë banorët, ti na ke sjellë në fakt edhe disa zëra nga Elbasani, apo jo? Mi mbrëma Flori, mi mbrëma të thuarve, në fakt një ngjarje e paralajmëruar më parë, por që është e vonuar, duhet thënë, përsa i përket zonës në cilën unë ndodhem dhe kryej këtë raportim të drejt për drejt me gjithë teleshikuesit e televizionit shqiptar dhe emisionit në Koreale. Dua të them, e citoj me bindje këtë pjesë përsa i përket hyrjes që bëra, sepse është një situatë vërtet alarmante kjo e ndotjes përsa i përket qarkut të Elbasanit dhe konkretisht zonës industriale në të cilën unë ndodhem dhe përbrimeje është ferrokromi që njihet ndryshe dhe pas krahët mi është fabrika tjetër e baterive, e cila është gjobitur me 100 milion lekë vjetra, ndërsa ferrokromi me 30 milion lekë vjetra. Kemi të bëjmë një situatë alarmante, Flori, ku më në fund institucionet ligjzbatuese në qarkun e Elbasanit gjetën mundësinë dhe fondet, e citoj fondet, për të ndalur më vonë gjatë diskutimit, sepse në i vitet e mëparshme, institucioni prokurisë nuk ishte fonde për të kryer një ekzaminim të situatës, pra, se cilat ishin shifrat e ndotjes. Ndërsa sot, me sa duket, institucionet e kanë lëvruar fondin, i cili ka sjellë këtë rezultat. 16 persona të proceduar, nga të cilët 9 arrestuar dhe një pjesë tjetër e shpallur në kërkim. Por, janë banorët ato të cilët, për të ardhur keq, në rrëmjet mikrofonit radio televizionit shqiptar deklarojnë se çdo mëngjes zgjohen me erën e rënd të që sjell ndotja, industria e rënd. Të mos harrojmë që kjo është një zonë e cila. Sa kohë ka që ky shqetësim është ngritur edhe nga banorët dhe kush kanë qenë të parët që e kanë ngritur këtë shqetësim? Banorët, ka qenë bashkia? Flori, për fatin e keq kemi qenë në media dhe vetë banorët që e kanë ngritur këtë problem. Sepse as bashkia e Elbasanit, as institucionet e tjera, përveç institucioneve ligjzbatuese, nuk kanë pasur ide të qartë përsa i përket se çfarë duhet bënin. Sepse nuk i kishin një specialistët, Flori, për të kryer inspektimet, dhe sa herë ato vinin pranë dyrëve të tyre 2 institucioneve private, gjendeshin në hashin në problematikën që i ndodhte në momenti kur duhet hynin brenda tyre. Pse, nuk i lejonin? Dhe në momenti që ato hynin, atjere, nuk i lejonin të hynin për të përfituar kohë, Flori, sepse në kohën që duhet hynin brenda, filtrat ishin të pandezur, që do të thotë, të gjitha grimsat kancerogjene që lëshon zhvillimin e kësaj industrie në këtë zonë, duhet patjetër të kenë thas që të thithin grimsat kancerogjene. Atë që në fakt një pjesë e institucioneve private në këtë zonë industriale e ka kryer tashmë, ndërsa këtu në këtë zonë nuk është kryer as minimumi nga ana e këtyre 2 firmave. Pse nuk ndizës, këtë duhet kuptoj. Përse nuk janë ndezur këto filtra? Çfarë i ndalon 2 kompanit? Ka kosto shumë të lartë, pra cila është arsyeja, si e kanë justifikuar ato?
Do t'jenë dhe specialistët që besoj do të konfirmojnë që ne kemi ftuar mbrëmjen e sotme, por është kosto e lartë financiare që duhet për të kryer remontin. Të paktën kjo ka qenë, ajo është farë unë kam diskutuar me specialistë të mirëfill të fushës mjedisit që veprojnë në Republikën e Shqipërisë. Pra, remonti një kompanisë në fjalë, nëse do të referohem njërës nga kompanitë, duhet kryej të paktën një herë në 2 vite dhe kushton të rreth 8 apo 4 milion, 8 deri në 4 milion euro, 4 deri në 8 milion euro. Shifrat janë galopante dhe sigurisht të bën të mendosh që shmangja dhe dakorsimi në thonjza me institucionet, që nuk e themi ne, po e thonë institucionet izbatuse që kanë shkelur ligjin, duke se kanë sjellë dhe këtë rezultat. Nënat më kanë treguar pak më parë gjatë intervistave në këtë zonë, që jetojnë në këtë zonë, se kur zgjohen në mëngjes, në ardhijat e shtëpive të tyre, pra në korridoret e tyre, gjendet një shtresë prej gjysmë gishti me skorje dhe lëndë të cilat prodhohen dhe përfundojnë në bordet e shtëpive të tyre, fill pasi kryet përpunimi i kësaj industrie të rëndë në këtë zonë. Në këtë ambient, ku pas krave të mi, është fabrika e prodhimit të baterive. E citoj, fabrika e prodhimit baterive, besoj se gjithë specialistët e kanë të qartë se çfarë do të thotë produkti që përdoret përsa i përket prodhimit baterive, dhe sigurisht është kjo e Alpkromit, fabrika e ferrokromit që njihet ndryshe që është përbri, ku dhe sot në këto momente ku ne bëheshim gati për të kryer këtë raportim të drejt për drejt me ju, puna në këtë institucion, në këtë ndërmarrje, vazhdonte krejt normalisht. E kuptoj, mirë. Hajde do të qëndrojmë pak këtu, përpara se të përfshi edhe profesorin dhe ta diskutoj, duaj që të shkoj tek zërat e qytetarëve. Janë ata të cilët e kanë patur shqetësimin real dhe që në fakt janë shprehur se shumë vonë ka ndodhur edhe arrestimi këtyre personave që janë përgjegjës, 16 tashmë të shpallur në kërkim, siç ma konfirmoi edhe Aldo në lidhje, dhe 9 të arrestuar. Shkoj pak tek zërat e qytetarëve. Ju sa vite keni që jetoni tu? Unë kam 50 vjetë, 60 vjetë. Si është në mëngjes për një nënë që zgjohet dhe del të marrë ajër? Është shumë e vështirë. Për ne po dhe për fëmijët. Është shumë e vështirë se aja shumë i ndotur. Ne kemi bërë shumë ankesa në bashki, në komunë, kudo. Asi gjë s'është barë për sipër. S'ka marrë njëri masa për asi gjë. Ne jemi gjithë smurti, sa njërë s'ka me kancer këto. Atje kam çu, për kure kam çu, ka 3 ditë. Këtu është zonë industriale, unë s'di pse i kanë leju që të bëjnë ndërtime gjana. Këtu ka vetëm fabrika, tym, helme, që s'ka këtu. Natën i herë ato shpërthejnë që tis, sa vjen darë, ka vete dalin, tymi për pjetë. Sa keni që jetoni tu në të zonë? 26 vjetë. 26 vite. Si është situata në mëngjes me ndotin këtu? Ty mizi. Mjesë të gjithë ditën, kështë është. Ma kekë në s'ka ka të shkoj. Shumë tymna, shumë aere keqë, shumë era keqe, nafta, tymi. Kam fëminë, kam invalide, gocë. Në kërë kam shiu pa invalid. Pra në shtëpi ka persona të smurë? Ka shumë të laje. Paktën na përdorin filtrat që mas na kenë tymna, se na së të lëvizim ma për këto. Nuk kemi mundësi. Nëna, kur zgjoni mëngjes, si është ajri këtu për ju? Po i ndotur, me atë ku kemi qenë, ka qenë më i pasur, ta më i ndotur. Njerëzit kanë nevojë për pastërti. Një ajër i ndotur i cili shkon pranë banorëve, një ajër i cili është konfirmuar për disa prej tyre që ka shkaktuar probleme shëndetësore, disa prej tyre dhe me probleme kancerogjene në trup, ashtu siç konfirmuan edhe disa prej banorëve. Një situatë shumë e vështirë për ta, dhe njëherë për ta konfirmuar dhe për ta sqaruar për gjithë ata që ndjekin, në fakt për ta cituar siç duhet. 16 persona të arrestuar, 8 sipërmarrës në kërkim, pra 9 janë nga këta 16 të arrestuar janë të huaj. Njëri prej tyre është edhe shefi i mjedisit në bashkinë e Elbasanit Ismail Dybeli. Ta diskutoj pak me profesorin. Profesor, si e shikoni ju këtë situatë? Sa dëme tashmë, sa dëme janë shkaktuar për shkak të këtyre fabrikave në Elbasan? Në lidhje me dëmet është shumë e vështirë, sepse pikërisht këtu është pika më e dobët e zakonisht e këtyre proceseve që ndalojnë në fushën e mjedisit. Kërkojnë çike ekspertizë, analizë laboratorike edhe një lloj kohe të caktuar derisa të arrijë. Dhe kjo bën që shpesh këto lloj procesës vazhdojnë gjatë dhe nuk arrihen në konkluzion. Të mos ndalojnë. Megjithatë, dihet pak a shumë që
ndotja e mjedisit ka kosto të mëdha, sidomos në jetën e njerëzve. Elbasani me tradit ka qenë i persekutuar në drejtimin e ndikimit mjedisit mbi shëndetin e popullsisë së Elbasanit, që nga metallurgjiku, por tani bëhen veprime të cilat janë, si thuash, jashtë kontrollit, dhe është për të përgëzuar fakti që herë e parë që kapet një aktivitet i tillë i fshehtë dhe antimjedisor, i cili natyrisht që ka shkaktuar dëme të mëdha sepse riciklimi ose ripërdorimi mund të bëhet në këtë, se nuk është e qartë konkretisht se përse janë ndaluar dhe si, vetëm thuhet që ata po bënin një proces jo të ligjor në lidhje me Çfarë pyetje ke? Le të na e konfirmoj Aldo. Pyet Aldon për çfarë je interesuar të dish? Për shembull, vetëm bateri riciklonin dhe nëse është vetëm bateri, atëherë dihet qartë se çfarë pasojash ka riciklimi. Do mi thoni ju se çfarë pasojash mund të kesh, se publiku nuk është se e di tamam se çfarë. Dihet pak a shumë. Bateria është një material i cili quhet, nëse quhet si mbetje urbane, është i rrezikshëm. Hyn në mbetjet urbane të rrezikshme. Më të rrezikshme. Nga më të rrezikshmet, sepse përmban acide, përmban edhe plumb. Vetëm avujt e plumbit shkaktojnë me njëherë të fëmijët sidomos, shkaktojnë shëndet të vonuar, shkaktojnë fëmijë që lindin autist, sepse depozitohet në organizmin e njeriu si material i rënd, nuk lëviz më, qëndron në venat e trupit. Me që jemi këtu, atëherë ta konfirmojmë pak me Aldon. Po Aldo? Në fakt, referuar të dhënave që disponojnë në rrugë zyrtare, në qytetin e Elbasanit, në qarkun e Elbasanit, për ta lecuar dhe i diku për gjithë teleshikuesit, diagnostikohen në ditë 2.5 njerëz të sëmurë me sëmundje kancerogjene, ndërsa vdesin 1.5 prej tyre, të cilët janë prekur dhe kanë kryer të gjithë procedurat sipas ligjit nga ana shtetërore. 2.5 persona të cilët diagnostikohen me sëmundje kancerogjene vetëm nga qarku i Elbasanit në ditë. Po e tmerrshme është në ditë. Është për bashkinë e Elbasanit, por unë për ta zbutur, po kaloj në rrethin e Elbasanit. Po them në rrethin e Elbasanit, nuk po e marr specifikisht bashkinë e Elbasanit. Tani Aldo, më jep një përgjigje për profesorin. Referuar këto dy fabrika, sa kohë kishin që ishin aktive, kur i është dhënë licenca këtyre kompanive, pra dhe dim gjë kur është inspektimi i fundit që i është bërë atyre? Për fatin e keq, Flori, inspektimi tu ka vite që nuk është bërë në brëndësi fabrikave. E kuptoj. Këtë unë e konfirmoj me bindje se ku i kanë plotësuar dokumentacionet apo urdhat e kontrolleve që kanë kryer pranë kësaj industrie apo këtyre industrive, institucionet ligjbatuese në qytetin e Elbasanit, kjo mbetet për të konfirmuar. Por fakti është ai që mua më bën të mendoj dhe të konfirmoj për gjithë teleshikuesit se ardhja e institucioneve vendore dhe ligjbatuese pranë këtyre dy subjekteve, dua ta citoj me të madhe këtë pjesë, ato nuk janë lejuar të hyjnë në ambjenteve dhe fabrikave. Dhe kjo përdoret si alibi për të fituar kohë që të rivjen në punë pajisjet dhe aparaturat që gjatë natës fiken. Janë ato aparatura të cilat shërbejnë për të kthyer. Po me çfarë merren pyet profesori? Me çfarë janë marrë? Dërsa përse i përket pyetjes profesorit, mund t'ju them se fabrika e ferrokromit ka vite që punon, ndoshta ka ndryshuar mënyra e përpunimit kromit, sa këtu transportohet krom nga Bulqiza, nga zona e kromit, dhe përpunohet këtu më pas, nëse nuk gaboj përse i përket të dhënave që kanë pasur deri para një viti e gjysmë, përse i përket industrisë që përdoret në këtë fabrikë. Ka shumë vite që në kohën e diktaturës që ka qenë hapur, ndërsa fabrika e baterive nuk ka më shumë se 7 vite që ushtron aktivitetin përbri si motrave të tyre, fabrikave të tjera, të cilat kanë të njëjtën funksion, industrinë e rëndë. E kuptoj. Profesor, përgjigja është që njëra prej tyre është fabrik baterish, tjetra sigurisht, aty nuk përpunohet kromi, aty riciklohen baterit, shkrien, ju merren ato elementet e tjera. Pra dëmet aty janë bërë tashmë, janë të mëdha. Shiko,
riciklimi i baterive njihet, bëhet edhe në shumë vende tjera. Problemi është që këtu janë shkel të gjitha kriteret e Edhe prodhohen, Flori. Do me thënë, Edhe prodhohen, po. natyrisht që prodhohen, po problemi është kur janë të përdorura dhe quhen mbetje ma. Dhe mbetjet përdoren ose merren lëndët e para të tyre, tërbota nxjerrin plumb, kushton shumë. Problemi është që edhe fakti që tregohet në zotëria aty telekronisti që nuk lejonin të hynin, ajo duket qartë që ata vepronin në një mënyrë të tillë që kanë shkelur ligjet e mjedisit. Do me thënë, ne kur shkrim një metal i vëm një orgjak, po i vëm dhe filtra, që në mënyrë që Pse nuk e ndezin këto filtra? Se pyeta Aldon dhe Aldon normalisht nuk është ekspert, po. Sepse është një çfarë kosto. kushton një fa? Është një kosto. Do me thënë, më kujtohet kur ishte problemi i metalurgjikut atëherë që e morën turqit, vit pas viti edhe shoqatat mjedisorë kërkonin që t'ju viheshin filtra në orgjaqet, në zonat që del tymi. Dhe ata e shtynin e kanë shtyrë gati 10 vjetë me marrëveshje me ministra, me gjë. Pse? Sepse një filtr shkonte nga 1 deri në 2 milion euro. Një filtr shkon nga 1 deri në 2 milion euro, filtra që vendosen mbi tubat e janë filtra të thjeshtë, janë si thuash një po, janë laborator profesional, po. Dhe këtu është kosto, do me thënë fitohet vidhet kosto mjedisore. Do me thënë ata që kanë vepruar aty, kanë bërë një gjë që jashtë lishme, sepse po ta bënin sipas ligjit, do paguanin edhe një filtr, edhe një aparatur tjetër, do kishin kushtet të tjera. Profesor, sa të mëdha janë dëmet në aspektin a mund të rikuperohen do të më apo jo këto dëme që janë bërë? Fitojmë do të në gjë apo vetëm ndalojmë? Po ta përfshi pak Ervinin e direkte këtu. Ervin, tani çfarë ndodh ligjërisht? Kemi 2 kompani të cilat dhe 16 persona që janë arrestuar, 9-8 që janë të shpallur në kërkim, 9 nga këta 16 janë të huaj, siç ndodh shumicën e rasteve, po këta të 8 që janë kapur janë sipërmarrës, që nuk jetojnë ndoshta fare në Shqipëri. Tashi janë 2 lajme të mira që vijnë nga Elbasani, duhet kemi parasysh dhe zbulimin e veprës penale të vrasjes që ndodhi para 2 javësh, 10 ditësh. Ndërkohë kemi edhe zbulimin e kësaj ngjarje. Tani kjo ka qenë dhe mbetet një ngjarje te provueshmëria, siç tha dhe profesori, mbetet një ngjarje vështirë për të provuar. Pse? Se ne nuk kemi laborator që t'i kapim, domethënë që ta provojmë dotjen e mjedisit në kohë. Sepse kur ndotet mjedisi te normave të parashikuara nga ligji, sepse ligji ka parashikuar kundravajtjet penale vetë ligji për mjedisi, kur shkelen rregullat e mjedisit. Kur shkelen kushtet dhe kriteret që kalohet kundravajtja penale, atëherë bëhet akti ekspertimit, i cili përcakton dotjen te normave të parashikuara nga ligji. Dhe në rastin konkret, domethënë konstatojmë që po kryen veprime për veprën penale të parashikuara nga neni 201 dhe 201A të kodit penal, që bëjmë fjalë për ndotjen e arit, e urave dhe tokës dhe për menaxhimin e mbetjeve. Por gjithçka që themi se dhe prokuroria dhe policia i kanë mjetet e limituara, duhen laborator të posaçëm, jo vetëm këtu, por në gjithë Shqipërinë, për të konstatuar mbetjen e lumenjve, mbetjen e sepse aty ka dhe lumë që kalon afër. Pra në ndotjen e tokës dhe ajrit. Na rezulton që edhe do hetohet dhe pretendimi i banorëve. Pretendimi i banorëve është mungesa që mos më smuret Aldo, se po e shoh që po Aldo, më bëj ndërhyrje dhe dua të më japësh vetë emrat që janë të shpallur në kërkim dhe të largoj. Po. Më falë, Ervin. Jo, s'ka problem në bashkëbisedime sepse janë emrat huaj dhe nuk për të gabuar. A janë të huaj këta sipërmarrësit? Edhe për të qenë sigurt. Po. Ne i kemi një pjesë, por për të referuar dhe për të qenë i inkuadruar tek biseda në studio. Lumi që kalon afër këtyre 2 industrive është 49 herë më i ndotur sipas Bashkimit Evropian dhe sipas lumi që kalon afër këtyre 2 fabrikave, pra CC Alb dhe GSA Ferrokrom. Është 49 herë më i ndotur, Flori. Po aty i ka shkarkuar gjitha këto mbeturina? Tregon që është ndotur edhe lume. Aldo, të lutem, mi jep pak emrat, aj sa mundesh ti që t'i ndash. Po, dhe janë të gjithë që jetojnë jashtë Shqipërie, pra janë të huaj që jetojnë jashtë Shqipërie? Jo, një pjesë e madhe e tyre, Flori, janë shtetas që jetojnë, janë një pjesë e tyre, personat e shpallën kërkim, personat e shpallën kërkim, rreth 3 çerku tyre jetojnë jashtë Shqipërie. Një pjesë kanë qenë jashtë Shqipërisë, në momentin kur është komunikuar urdhri i ndalimit, ndërsa pjesa tjetër
është mundur t'i shmanget këti operacioni të befasishëm, duhet të them, të organet të policisë, sepse sa herë ne diskutonim për gjëra të kësaj natyre, ligjeve shqiptare, gjithmonë askush nuk e vinte ujë në zjarr. Por duket se këtë radhë gjithçka është marrë seriozisht. Dhe unë dua gjej rastin të falenderoj institucionet Lizbatusin që në Elbasanit, të cilët me këtë ndërhyrje ndoshta do ta bëjnë. Dakor, mirë, sa mund t'ishte bërë dhe më herët, Aldo, po kjo është gjë tjetër pastaj për të ta diskutuar. Po, se këtu punën kam bërë. Absolutisht. Po. Mirë. Nuk e di, mirë Aldo, faleminderit që ishe në lidhje me mua. Për emrat nuk po të ngacmoj më. Agron Shaplo, Serafin Orgocka, Ilir Londo, Ajet Karja, Dritan Konica, Fejzo Meçaj, Bujar Zogu, Gjergji Bezati. Këta janë personat cilët janë shpallur në kërkim. Pa, Agron Shaplo, Serafin Orgocka, Ilir Londo, Ajet Karja, Dritan Konica, Fejzo Meçaj, Bujar Zogu edhe Gjergji Bezati. 9-8 personat cilët janë shpallur në kërkim. Tani, duhet kemi parasysh këta, si që thash edhe në fillim. Po. Duhet është shumë i rëndësishëm akti ekspertimi. Për të parë, nëse plotësohen te normave ligjore për veprën penale të parashikuar nga neni 201 dhe 201A i kodit penal. Se kjo dispozit penale parashikon që duhet të jenë shkel normat te normave të ligjit, sepse dihet që një uzin, një fabrik ka ndotje dhe me rregulla, domethënë me çka kemi parë dhe ligj, këto bëhen jashtë zonave të banuara. Aty po të kemi parasysh me kalimin e kohës, domethënë bides edhe një nga banorët që tha kam 26 vjet këtu, domethënë ka ardhur këtë periudhën e demokracisë, se më përpara nuk ka pas banesa. Do jetë akti i ekspertimit, i cili do përcaktoj nëse këto mbetje ose ky lloj përpunimi kanë ndotur mjedisin, kanë ndotur lumin, sepse duhet kemi parasysh që duhet ketë lidhje kauzale, siç parashikon dhe teoria e drejtës penale, midis veprimeve të fabrikës edhe pasojave të ardhura në terren. Duhet ketë lidhje të drejtë, se mund të jetë ndotje në vite. Ne s'mund t'ja lejmë këtij episodi, pra do jetë hetimi i cili do sqarojë çdo moment. Tani, gjoba që është marrë, çfarë na tregon për dy kompanitë? Aktiviteti kompanive për të dyja, edhe CC Alb edhe GSA Ferrokrom, që janë pezulluar dhe dënuar me 130.000 euro. Në bazë të ligjit të mjedisit, rezulton që ka shkelje administrative lidhe me menaxhimin dhe depozitimin e mbetjeve. Pra, ka rregulla edhe mbetjet, kur ti brenda uzinës dhe fabrikës, se po të bëhen shumë mbetje, përbën rrezik për publikun. Pra ti nuk e siu pasojë i ketë magazinuar, i ke lënë te një vend, ndërkohë që duhet t'i lvizin. Kjo është një proces hetimi, kemi parasysh është një hap i mirë që është proceduar, sepse këto kanë vite aty, se s'është herë e parë që iqen filtrat. Se edhe filtrat, edhe këtu duhet parë. Domethënë, duhet parë nga dogana, për shembull sa filtra janë futur në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe këto filtra i korrespondojnë kohës punës, sepse një filtr, si filtrat e makinës, ka kohë pune. Nëse ajo periudha e mbetet i bie që kanë punu pa filtra. Domethënë që ka dhe shkelje, në rast se sprovohet shkelja penale, ka vend për shkelje administrative. Por në rastin konkret kemi një ndërhyrje të menjëhershme, mostrat që janë marrë në këtë moment, çohen për ekspertim. Do jetë eksperti, por është një hetim kompleks, sepse është një fushë e re, ne duhet të kemi Është një fushë zotrojmë ne për të çuar për ta ekspertuar, ashtu siç duhet? Mendoj që duhen investime. Pra, duhen investime dhe këtë fushë, domethënë sepse duhet reagimi në kohë. Reagimi në kohë kupton ku ka një neve të mos presim sa të vej filtrin, ne duhet shkojmë në momentin e menjëhershëm, sepse pavarësisht sa i ka vënë postobogun te dera, organeve të ndjekjes penale ai nuk mund t'i ndalojë, sepse kanë drejt futen kushtet e flagrancës. Të bëjnë matjet, marrin mostrat në momentin e shkeljes, siç thoshte ajo qytetarja, që folin dhe gazetarë, që kishte në mëngjes që çoi nga gjumi ajo zonja dhe kishte rreth 5 mm mbetjen me skore, që është tërësisht e papranueshme. Sepse uzinat janë domethënë burim rreziku, por dhe shfrytëzimi i tyre duhet të jetë sipas rregullat parashikuara në ligj. E kuptoj. Mirë, profesor, dëmet tashmë që kanë shkaktuar edhe nëse mundet do që të fitoj
ky lum i dëmtuar edhe i ndotur, edhe ajo tokë ndotur, po edhe ata edhe ai ajër gjithashtu i ndotur, a mundet dot që të rikthehet përsëri edhe një herë në pikën 0? Profesor, ai është lumi Shkumbin që derdhet edhe te lagune Karavastas. Pra kemi edhe peshku, kemi edhe peshkun dhe cilësi e peshkut. Se së ndotet është lumi që vjen del në lagun. Realisht në këtë rast, ata janë dënuar për ndotjen e ajrit. Edhe me sa shofun edhe nga pamjet, aty si duket kanë bërë djegje, shkrirje, të cilat kanë depozituar në ajër shumë ndotës të rrezikshëm, që mund të jenë edhe nga ndotjet e plastikës, që mund të ketë bateria njëkohësisht edhe nga plumbi, avujt e plumbit, ndotje djegëse të tjera, të cilat natyrisht përhapen pasaj në ajër në Elbasan rrethinat për rreth. Kurse ndotja e lumit në përgjithësi ndodh si rezultat edhe mund mos t'i çosh në lum ato, t'i depozitosh afër lumit, por nga shirat, nga përmbytjet, nga rrëket e vogla, ato depërtojnë avash dhe përfundojnë në lum. Dhe ky është problemi më i madh i gjykimit të çështjeve të mjedisit, sepse ajo helmi hidhet sot dhe ndikon pas 3 vjetësh. Ai kanceri del pas 3 vjetësh. Dhe ky është një problem shumë i madh që nuk gjen dot shkakun me pasojën të lidhesh edhe të bësh një seancë gjyqësore shumë të rregullt. Ndaj ndodh mjafton 130.000 euro gjob, profesor? Aty është një thjesht, me sa pash unë, ata kanë shkelur ligjin e menaxhimit të mbetjeve. Do me thënë, një mbetje, që është në këtë rast është bateria, në ligjin e menaxhimit të integruar të mbetjeve, që është që në vitin 2011, thot që në qoftë se ti e trajton një mbetje në këtë mënyrë e djeg, edhe e djeg jo në kushtet e lejuara me ligj, dhe e trajton jo në kushtet e çon në një vend që mund të helmoj të tjerët, atëherë pak a shumë të gjitha gjobat janë të këtij niveli, nga 10.000 euro ta themi, me euro, deri në 30.000 euro, ose me lekë të reja 3 milion sa i bie. Pra, ka që ka ligji. Kjo është një dënim fillestar, por ata janë dënuar për shumë procese, jo vetëm për këtë, që do ka të akuza aty brenda, që nuk janë edhe me licencën e caktuar, i kanë bërë gjërat si aktivitet biznesi, kanë të tjera gjërat falsifikuara. Pra, ka disa gjëra që e kanë ndaluar, por duhet përshëndetur fakti që për herë të parë këtu ka marrë pjesë edhe IKMT-ja, do me thënë Inspektoriati i Mbrojtjes Territorit kombëtar. Dhe realisht me ligj, IKMT-ja është organi kryesor që ndjek edhe problemin e ndotjes mjediseve, edhe djegjes së pyjeve, ndotjes së ujrave. Pra, zvendëson pak a shumë atë inspektoriatin e dikurshëm të Ministrisë Mjedisit. Dhe kjo është një hap që duhet përgëzuar, që IKMT-ja ka filluar të paktën të veprojë edhe për mbrojtjen e territorit, ndërkohë që e njohim në publik thjesht që prish ca gjëra që... E kuptoj. Mirë, profesor, falenderoj shumë që të pata. Ervin, faleminderit që e diskutuam bashkë, do shohim se çfarë do të ndodh me tashmë besoj do të vazhdojnë që të ketë hetime. Mbas se çështja. Është vërtet, domethënë nuk është vetëm për mbetjet, por është edhe për veprat penale në fushën e tatimeve, tek subjektet tatimore. Që zgjerohet akoma dhe më shumë. Po ne u përqendruam te mjedisi dhe kjo është diçka pozitive. Herë e parë që reagohet kaq fort për mjedisin,